nuk e di nëse e keni hasur profesorin Arthur Brooks, është një profesor i Harvardit. Po. Ky zotëria që duke folur në këtë podcastin këtu, por e dëgjoj vazhdimisht se më del atje jep këshilla shumë mira. Ky është një social scientist, i quajnë ata, pra shkencëtar social dhe studion po themi sjelljet e njeriut, nevojat që njeriu ka këshilla shumë të mira për një varietet të gjerë temash. Megjithatë, sot mëngjes doja të daja një gjë të vogël kur ai thotë që Ecja është, edhe nuk është i pari që e thotë, dhe kanë thënë shumë herë, kemi lexuar edhe në libra, po ecja është 1 milion ti. Një nga gjërat më të mira që mund të bësh nëse ndihesh jo mirë. Sepse ai e ka vetë kjo, për shembull që është edhe superfuqia njerëzore, ecja. Ne mund të ecim më larg nga të gjithë kafshët e tjera. Mund mos ecim aq shpejt sa zhrapon një gazele apo një tigër apo një luan, por kafshët lodhen, dihasin, pastaj ulen dhe shplodhen, dhe njeriu mund të eci e të eci e të eci. Dhe i thotë edhe po shikosh për shembull librat e shenjtë, gjithë këto peligrinazhe që ndodhin akoma me ecje, nuk është ai në Spanjë për shembull që ecin nga, janë këto gjërat me ecje. Kështu që ecja një orë në ditë, në mëngjes do të ishte shkëlqyeshëm, por edhe në një orë tjetër të ditës mund t'ju ndihmojë me shumë çka. Kështu që çau dhe ec. Edhe njerëzit po ecin gjithmonë më pak, mendoj. Po ku shkojnë? I shtyp makina. Ec rrugëve si po vërtet, domethënë te vjetë ku ose është pistë, ose është i ndotur ajri, ose ka shumë zhurmë. Atë liçenin kemi, nuk vetëm atë laj tha, gjithë atje takohemi. Po, më tha njëri, kujdes te vizat e bardha, se këta që bëjnë vizat e bardha, si kanë qenë vizat e bardha. Ishte Po. Kështu, se janë të kështu që ecni, po ecni jo te vizat e bardha, se nuk e kanë. Ecni në anë të rrugës, zonja Zotrici, po mirë. Dhe kur ecni në vizat bardha, ju lutem, pse flisin telefon? Gjithë që kalojnë vizat bardha i kanë telefon duke u sqaruar apo çfarë? Po çfarë problemi ke? Fal, shkaktoni trafik. Ndërkohë që kalon. Po bën multitasking. Bezdisë ti. Po edhe bezdisë. E di, këta janë njerëz që shikojnë vetëm njërin anë të rrugës, nuk shikojnë asnjëherë ande nga jetë. Dhe shikojnë gabuar, shikojnë atë që s'vjen makina. Po ti kështu është më mirë se s'ka. E pash një skenë të tillë. Nuk më ndodhi mua se unë isha në anën tjetër të semaforit, po i ndodhi Zotrisa zonjës që ishte përballë meje. Se u hap, domethënë ne ishim përballë, do ecim të dy. Edhe ai ose ajo, se nuk e dalloja dot, se ishte larg, sheshi i madh, nuk eci sepse një grua, një 50 kështu, e shëndoshë mbushur, ishte kishte telefonin kështu pa vllagën kështu. Po merrte motrën Amerika. Se kështu me të kushte domethënë. Edhe që nushët e vjet e bardha i keni parë, sigurohen herë që nuk ka makina, presin dhe ja fusin vrapit pastaj. Janë shumë mirë. Unë nuk e di si presin. Ja sa të futemi në BE ke për të parti kur na mësojnë gjermanët si të ecim, vjen venezi këtu. Do na blin shtëpit, pastaj do na mësojnë. Po. Okej. Dhe tani pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur për ditën e sotme është kjo. Rreth 40% e njerëzve nuk i pëlqejnë këto. Çfarë mund të jetë? Keni kohë deri në fund të programit ta vrisni pak mendjen tuaj të bukur dhe të zgjuar. Rreth 40% e njerëzve nuk i pëlqejnë këto. Çfarë mund të jetë? Po, 40%. Nuk i pëlqejnë këto. Përqindja s'është se të ndihmon ndonjëherë për asnjë gjë, por është një numër i konsiderueshëm njerëzish. Të tjerët mezi i presin këto, i duan shumë madje dhe i kërkojnë. I bëjnë edhe vetë ndonjëherë, stisin. I bëjnë edhe vetë i stisin. Që nga me të stisura, pra nuk janë ëmbëlsira, se mendova ëmbëlsira një herë. Ose bëhen gatuan, po jo. Është ngjarje është, po diun. Po më qenë se i stisin, ka të tjerë që i han. Jo, i han vetë. Këto të stisurat, se i stisin për t'i ngrënë vetë. Ju bëft mirë. Gjithë ju që po hani banane këtë mëngjes. 069 442 8873 është numri, 069 442 8873.